Urimi romantik i bashkëshortit e Shurete Belulit. Pas urimit prekës nga djali i saj, një tjetër moment i bukur familjar ka tërhequr vëmendjen e publikut. Këtë herë është bashkëshorti i këngëtares së njohur Shurete Beluli, që ka zgjedhur një mënyrë shumë të veçantë për t'i uruar ditëlindjen. Ai ka publikuar një fotografi të përbashkët ku çifti shfaqen në një ambient dimror, mes burës dhe qetësisë, duke reflektuar harmoni, thjeshtësi dhe dashuri të sinqertë. Një pamje që flet për vite të tëra bashkëjetese dhe mbështetje reciproke. Urimi i tij i thjesht, i drejtë me drejtë dhe plot ndjenjë. Urimi ditëlindjen bashkë udhëtarja ime, edhe 100 vite bashkë të lumtura, i shoqëruar me një zemër të kuqe, një mesazh që u pritur me shumë pëlqime dhe komente pozitive. Fansët dhe ndjekësit e Shurete Belulit e vlerësuan këtë urim të jashtëzakonshëm, romantik dhe të rrallë në botën e estradës, ku jo gjithmonë shihen kaq hapur momentet personale. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.